raste që janë zonë flagrancë, kjo nuk... Pastaj kemi disa radikalë të cilët... Jo individ të veçantë. Pastaj ke edhe ato hylbet, ato ligjëratat të cilat i marrin, janë të disave, janë si thojnë mizerje, të bëjnë mas, edhe nëse je fetar të bëjnë ateist, ka i dëgjon ato budallëqet e tyre, e tjera, prandaj për të përgjigj, po, në vazhdimsi, Serbia i ka përdor imam të ndryshëm për t'i sulmuar apo për të propagandu politikën e tyre, në kohën e mbretërisë serbe natyrisht për shpërnguljen në Turqi, gjajshëm ka ndodhur në kohën e Rankovicit, por edhe me spionazh, sepse besimtarët kanë mund të flasin diçka, atyri ju kanë besu e tjera. Dhe këto gjëra ne i dimë, s'ke nevojë t'i politizojmë në mënyrën se si po bëhen. Po, edhe personalisht... Unë tham për gjdo besimtar, gjdo fetar, apo gjdo shqiptar me koshiencë fetare muslimar. Do të marrim mësim nga Mulla Idrizi, do të marrim mësim nga Ymer Prizreni. Ymer Prizreni ishte një feudal, ishte i shkolluar në Turqi, për natyrisht ishte alim, ishte imam i xhamisë së Bajrakut, Bajrakli xhamis ku u mbajt lidhja Prizrenit, u bë udhëhesi i lidhjes së Prizrenit, për shkak të saj familja ju sugjeros në Selanik, ai vet u dasht me ikë fillimisht në Krasniqin, Malsinë e Gjakovës, pastaj në Ulqin edhe ku një ditë kluma atje pas namazit kthehet në shtëpi dhe fillon të vjell, domethënë helmohet në xhami dhe dyshimet e bazuara janë se ka qenë i helmuar nga agentët Osman. Pra një njeri që kishte karrierën osmane kështu dyrt e hapura, siç është edhe rasti i Ukshën Hotit, që kishte një karrierë të bujshme jugoslave, por në kohën kur u dashte me tregu patriotizmin e tij, e tregoi dhe ishte i vetmi politikan i karrierës i cili ju dolin krah protestave të studentëve në vitin 81. Dhe pastaj psoj, siç e di. Po i prekim gjithë nga pak një koment për Tirana, nuk e di a keni, protesta vazhdon edhe ngushtë, pritet një rikthimi i tretë të diasporës në shtator, ndërkohë që është rihapur dhe tema për shtetin Bektashi. Babamundu, pasaporta, leku i shtetit Bektashi, Bek e të tjera, që ndoshta në vjesht ju duket diçka që këtë po e rikthen qeveria për sfostuar vëmendjen nga protesta apo? Po spari këtyre që kanë ngel atje në bulevate që protestojnë në këtë vap, do të hequr kapelën për vullnetin e tyre, dedikimin e tyre. Mos harrojmë se është edhe monotone me dalë duhet të kesh motiv të veçantë për protestu për çdo ditë. Pastaj sipas gjitha asaj që po mundem unë tash nga Londra tasha, pritet që protestat të ringjallen në shtator. Sa i përket popularitetit të kryeministrit Rama është në rënje sipër, për aq sa po mundem të përcjelli mediat e Shqipërisë londineze, shoh aty ka kritika edhe nga pjesa socialiste, të cilët kanë filluar gradualisht të rebelohen me plot të drejtë, sepse koha e Edi Ramës ka kaluar, duhet ta kuptoj atë.
Nuk është ai mesia i Shqipërisë, të gjithë ne kemi një afat përdorimi dhe posa të kaloj afat pastaj bëhemi edhe pengesë. Në SBA nuk është rastësisht se presidenti duhet të shërbej 2 mandate. Pra 2 mandate janë 8 vite, nëse për 8 vite s'mund ti të i realizosh projektet e tua, s'do të mund t'i realizosh as për 80 vite. Plus kësaj shtoja atë se nga, këtë thonë edhe Lord Actoni, atë thënie e tij të famshme, pushteti korrupton dhe pushteti absolut korrupton në mënyrë absolute, siç është rasti i këtyre politikanëve, liderëve autokratë të Ballkanit. Njëjtë është gjithandej, nuk është vetëm se rasti i Edi Ramës, nëse merret Edi Rama si një njeri i jashtëzakonshëm, si jashtëtoksor, por është njeri si gjithë ne të tjerë. Do ta mbyllim me Shtetet e Bashkuara. Po të njëjtën e thotë edhe Rousseau, nëse s'gaboj, thotë se nga definicioni, tash po mundona me parafrazu, nga definicioni apo Descartes, njëri prej këtyre, nga definicioni pushteti e korrupton, atë që Lord Acton e thotë, po ky e thotë më ndryshe, e ka tendencën për ta korruptu politikanin, por duhet politikani t'i bëj rezistencën e tjera tjera. Dhe ajo rezistencë duhet të jetë kontinuele kundrejt korrupsionit, që te ne nuk është. Tek ne i shef kë i bëjnë bashkëpunëtorët më të ngushtë, zakonisht janë pufadorës, sepse lideri ka dëshirë t'jep urdhra, jo të diskutoj në mënyrë të barabartë me bashkëpunëtorët e vetë. Dhe kjo është karakteristikë pothuajse mos them të gjithë, por shumicës absolute të liderëve në Ballkan. Ky vit do të jetë mjaft dinamik